Gjykata e Apelit ka shpërcuar masat e sigurisë për disa nga ish-zyrtarët që përballen me akuzat e shpërdorimit të detyrës lidhur me legalizimin e ndërtimeve pa leje në zonën e njohur si Rana e Hedhu në Shëngjin të Lezhës. Masat e sigurisë u rishqyrtuan nga Apeli pas ankimit të bërë nga prokuroria ndaj vendimit të gjykatës së shkallës së parë. Kështu Apeli vendosi për ish-drejtorin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Gentian Malotaj, si dhe për përgjegjësin dhe ish-përgjegjësin e legalizimeve, Artmir Maxhuni dhe Artur Shabaku, masat e sigurisë arrest në burg për veprën penale, shpërdorim detyre, ndërsa për inxhinierët Luiza Bala dhe Kuran Xhina, gjykata e Apelit ka ndryshuar vendimin e gjykatës së Lezhës nga masat detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë shtetit në masën e sigurisë arrest në shtëpi për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve. Ndërkohë për dy ish-drejtuesit e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Lezhë, Flori Gjini dhe Kol Malaj, janë lënë në fuqi masat e sigurisë ndalim për dalë jashtë vendit. Gjithashtu është lënë në fuqi masa e sigurisë arrest në shtëpi për Pjetër Tuçin, i cili akuzohet për veprën penale ndërtimi i paligjshëm. Këta persona dyshohet se janë implikuar në një rast të ndërtimit të paligjshëm në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin. Kujtimet e prokurorisë së Lezhës në kuadër të procedimit penal numër 135 të vitit 2025 kanë zbuluar se janë kryer ndërtime pa leje dhe më pas janë legalizuar në kundërshtim me ligjin. Deri në këtë fazë të hetimeve janë vënë nën sekuestro preventive 4 objekte, ndërsa veprimet e organit akuzës vijojnë për dokumentimin e rasteve të tjera të kësaj natyre në zonën turistike të Shëngjinit.